Ndryshe nga qeverit, algoritmi nuk ka llogaridhënie demokratike, ndryshe nga gjyqtarët, algoritmi nuk ka detyrimin e panshmërisë, ndryshe nga gazetarët, algoritmi nuk ka etikë profesionale, ndryshe nga shkencëtarët, algoritmi nuk ka një angazhim për të sjellë të dhëna, ka vetëm një objektiv, optimizimin, jo për të vërtetën, jo për demokracinë, jo për mençurinë, për angazhimin. Dhe indinjata thuaj se gjithmonë ka rezultata më të mira se sa nuanca. Dikush që thyen një piano tërheq gjithmonë më tepër vëmendje se sa një pjesë muzikore mrekullueshme nga Mozarti luajtur nga një pianist i madh. Në rastin e parë, salla do të ishte plot, në rastin e dytë, salla do të ishte thuajse bosh. Frika është më shpejt se sa të dhënat. Siguria udhton më larg se sa e vërteta. E gjithashtu edhe më shpejt se sa çdo dyshim. Konspiracioni është më shumë se sa arsyetimi. Jo sepse njerëzit janë bërë pa arsyeshëm, por sepse qeniet racionale marrin më shumë, gjithmonë më shumë vendime në një sistemi projektuar për të nxitur reagimin